si ven, një në rritje e sipër, luma I që ka men. E për pushtime, si Shqipnia nuk e ku tjen. Ka 1 milion arsye pse bota këtu po vjen. Hajde shkojmë për para, ky është momenti jon. Sepse koha e humbur është në kurizin ton. Ti e din qa duhet me bo, s'kejme më ko. Jo nuk ka më u këthy mrapa shive si jemi mo. Inspirim për rini, s'është muzik për parti. Shqipnia po lullzon se e bëj unë dhe ti. E bëjmë ne, e bën ai, e bën ajo, e bëjnë ata, e bëni ju, e bëjnë ato. S'muna lidhje me sinqira, sistemi politika. Jemi zoni I një popli nuk është romi nga Afrika. Në Europë me merit, jo me drama politike. S'po trënkas mos I mik, trënkas I sot shpije. Unë gjatë tjeta, gjysë bashku doja dalin. Për një qëllim, sa shumë si të ke kaluti. O vëndim, ne jemi që për ne këtu do jemi. Sa t'ke tane, sa t'ke tjen, sa t'ke toke, sa t'ke qen. Shiko, si jemi bo, ku jemi sot. Shqipni, mënon alo, më mira mo. Beso, pasha këtë qen, pasha këtë to. Pas për një qëllim, ne euro. Në për mjergull, flap, por edhe shi. Në për breshër, fortun, ka ca fytjes të hi. Qilë bota po na shef, se na pengu I haresës. Jemi lot, që thot, jemi pesha e fortesës. Na dojnë, nën vete, se jemi guri ra. Kena rinë si kurar, me fjallën si jata ga. Si fanej, si fnej, se na mo Shqipnia shkret. Ska se te, ska se ne. Jemi tok, jemi det, kër nuk është muzik për klap. Kjo është sopër kër nuk flet. Për ata që e marrin jo ata që rinë e bret. Për ata që ka nondra për mjë hy në realitet. Për ata, s'jemi të prososu, por jemi të vërtet. Base nuk jemi I që po ne, jemi të shenjt. S'jemi për unu, jemi luftëtar. S'jemi thjesht I popull, ne jemi shqiptar. Gjatë jeta, gjysë bashku doja dalin. Oh,
Përshëndetje gjithëve, lutem. Flamujt lart, flamujt kombëtar dhe të Bashkimit Evropian lart, fort, fort, fort. Shumë faleminderit. Mirë se erdhën Gram zoti kryeministër, në Gramshin që do Gramshin dhe Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit gjithë ju që keni ardhur sot në këtë takim elektoral. Faleminderit dhe mirënjohje për gjithë kontributin, për gjithë mbështetjen që keni dhënë Partisë Socialiste në çdo garë elektorale, në vendore e në të përgjithshme. Bashkë me Edin dhe Partinë Socialiste kemi ndërtuar shkolla. Bashkë me Edin dhe Partinë Socialiste kemi ndërtuar ujësqetësa. Bashkë me Edin dhe Partinë Socialiste kemi ndërtuar dhe urbanizuar rrugë në fshate në qytet. Kemi ndërtuar lagje e gjithçka tjetër që i shërben zhvillimit të qytetit, zhvillimit të fshatit. Shumë faleminderit edhe një herë që jemi sot të gjithë këtu. Unë dua të ftoj kandidatin e Partisë Socialiste për Gramshin, djalin ton, mjekun e talentuar, doktor Geldon Fezo. Faleminderit. Të dashur bashkëqytetar, miq dhe familjar të Gramshit. Sot nuk flas si një qytetar i thjesht që kërkoi besimin tuaj. Sot po flas si biri i këtij qyteti. Si dikush që ka lindur dhe është rritur në këtë qytet, që njeh rrugicat e tij dhe i ka ndier shqetësimet tuaja, por ka ndarë dhe ëndrat tuaja. Në këto vite, Shqipëria ka hyrë në një rrugë të re zhvillimi, fal punës së qëndrueshme dhe vizionit të qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama. Shqipëria po ndryshon dhe po ndryshon me hapa të mëdhenj, fal një vizioni të qartë, që është Shqipëria 2030. Ky vizion nuk është vetëm një plan në letra, është një rrugë drejt një Shqipërie moderne, europiane, më të fortë ekonomikisht dhe më të drejtë për qytetarët e saj. Ky vizion më ka sjell sot këtu para jush. Dua ta çoj këtë vizion në shtëpitë tona, në rrugët tona, në të ardhmen tonë të përbashkët. Dua që ne ta ndërtojmë bashkë Gramshin e vitit 2030. Një Gramshi rritet, që zhvillohet, që kthehet në një pikë referimi për turizmin, ekonominë dhe shërbimet. Gramshi ka pasuri të rralla, ka liçenin e banjës, ka zonat mrekullueshme malore, liçenin e dushkut me zambakët e bardh, kanioni i Holtës, ka ujvarin e Sotirës që të lë pa fjalë. Këto nuk janë thjesht pamje për foto. Janë burime të vërteta zhvillimi. Janë pasuri që ka ardhur koha të kthehen në vende pune, në biznese lokale, në jetë më të mirë për të rinj dhe familjet tona. Unë nuk vi të premtoj gjëra boshe. Vi me bindjen e thellë se Gramshi mund të jetë dhe do të jetë më mirë. Sepse unë e dua këtë vend, e ndjej çdo hall dhe çdo shqetësim. Dhe mbi të gjitha kam vullnetin dhe përkushtimin për ta kthyer këtë dashuri në vepra konkrete. Pra, le të bashkohemi për një Gramsh që ecën përpara, që ofron mundësi dhe që është i gjallë, modern dhe krenar për rrënjët e veta. Le ta çojmë përpara Gramshin që duam së bashku. Faleminderit. Ftoj drejtuesin politik të Qarkut, zoti Mazliku. Përshëndetje Gramshi, është kënaqësi e jashtëzakonshme të ju shoh kështu plot gjithë këtu me energji dhe një herë sipër flamurët. Se sot Gramshi është i bashkuar dhe i qartë, ashtu siç është në fakt e gjithë Shqipëria.
që ne jemi në një udhkryq në cilin ne duhet marrim një vendim, dhe këtë vendim e kanë në dorë populli shqiptar i gjithë Shqipërisë, Gramshi, Qarku Elbasanit, për të vendosur në çfarë drejtimi do të shkojë Shqipëria. Nëse do të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, nëse do të shkojmë drejt integrimit në Evropë, nëse do të shkojmë drejt zhvillimit, apo nëse do kthehemi drejt Baltës Kënetës. Dhe unë besoj që populli Gramshit është më i qartë se kushdo tjetër, që ne do ecim drejt zhvillimit, drejt Evropës, me Edin dhe Partinë Socialiste do ta çojmë Shqipërinë atje ku është ëndra e shqiptarëve prej shekujve, ta çojmë Shqipërinë në Evropë. Dhe kjo nuk është një çështje thjesht krenarie kombëtare, nuk është thjesht çështje një pasaporte, e cila është padyshim shumë e rëndësishme, se është pjesë e dinjitetit tonë, po është një mekanizëm për të pasur më shumë investime dhe më shumë zhvillim për Gramshin. Tani ju keni një kryetar bashkie shumë të mirë, i cili mundohet vazhdimisht për të zgjidhur problemet e qytetit, Besi mundohet vazhdimisht për gjithë problemet, por e vërteta është kjo, sa do të punoj bashkia, sa do të punoj Besi, nuk ja del do t'i zgjidhi problemet që ka Gramshi, po nuk patim mbështetjen e qendrës, e qeverisë qendrore në Tiranë, dhe po nuk patim mundësinë që t'i ketë lënë vend vetes që kur të marrin telefon Tiranë, atje t'ia hapin telefonin. Njësoj si kjo marrëdhënie midis Gramshit dhe Tiranës, është dhe marrëdhënia midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ne na duhet që në krye të punëve të vendit kemi një njeri i cili ka një vizion si të zhvillohet Shqipëria, do ta zhvillojë Shqipërinë, e ka treguar këtë me fakte, por i ka lënë dhe vend vetes që kur të marrin telefon në Evropë, t'ia hapin telefonin. Dhe pyetja është e thjeshtë. Si mund ta bëjmë këtë ne? Si mund të shkojë Shqipëria në Evropë? Dhe unë besoj që përgjigja është e qartë, vetëm me Edin dhe Partinë Socialiste. Dhe ne kemi shumë punë përpara për të bërë, dhe ky është një mandat i cili nëpërmjet mundësisë për të qenë Bashkimi Evropian, për të pasur më shumë mbështetje nga Bashkimi Evropian, ne mund sillim dhe më shumë gjëra për Gramshin. Ktu padyshim që ka filluar një erë e re. Në Gramsh tani më dhe me rrugën e re ka gjithmonë më shumë turistë huaj, të cilët kanë filluar të vinë gjithmonë më shpesh për turizmin e aventurës, kanë filluar të nisin agroturizmat e parë, çka do të thotë më shumë ekonomi, më shumë punësim dhe më shumë zhvillim për Gramshin. Por padyshim që Gramshi ka edhe shumë sfida. Ndaj dhe këtë mandat asfaltojmë rrugën Bulçar-Lërnie. E di që Lërnia ka këtë kërkesë për kohësh, rruga për te liçeni Zambakëve, liçeni Zi, Grabovën e Sipërme. Rikonstruojmë kanalin Vaditës Valamarës. Në Kukur, asfaltojmë rrugën Kodovjat Kukur, ndërtojmë usjellsin e Grazhdanit. Në Kushov, asfaltojmë rrugën Gramsh Sotir. Në Pishaj, ndërtojmë usjellsin Galigat Singar Osteneth, ndërtojmë urën e Lirasit. Në Poroçan, ndërtojmë usjellsin e Kabashit, ndërtojmë urën e Holtasit. Në Skënderbegas, asfaltojmë rrugën Gramsh Skënderbegas, lotin e tretë që ka ngelur pa mbaruar. Në Sult, asfaltojmë rrugën Zgjup Sult. Në Tunj, asfaltojmë rrugën Shemriz Tunj, Degëzimi Lubinjës. Dhe në Kodovjat, rikonstruktojmë kanalin Vaditës Mashan Kodovjat Bersnik, ujësjellsin Bulçar Kodovjat Bersnik dhe shkollën e mesme të Kodovjatit. Të gjitha këto janë punë, të cilat nuk bëhen vetëm dhe mund bëhen nëpërmjet një bashkëpunimi të mirë me Bashkinë dhe Qeverinë Qendrore dhe mund bëhen vetëm me Edin dhe Partinë Socialiste. Dhe tani dua thras drejtuesin ton në këtë ëndër historike të shqiptarëve për t'ia dalë për të qenë drejt Bashkimit Evropian, Edi Rama. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, më vjen shumë mirë që jam këtu sot me ju, edhe më vjen shumë mirë që ju shoh gjithë bashkë. Është një pamje shumë e bukur, dhe patjetër që ka një rëndësi të madhe ky moment bashkimi, ky moment uniteti, të cilin ne du ta shtrim në çdo komunitet, sepse në 11 maj patjetër që ju do të votoni për ato që preku Arbi. Ne kemi folur dhe me Besin, ne dim që Gramshi
është një bashkim me shumë potencial, por nga ana tjetër me pak mundësi, nga pikpamja e buxhetit vet. Dhe në ndërkohë ne po e shohim se si po mos i bërtit atë. Qa faj, ha që dalë unë kështë. Ne po e shohim se si Gramsci ka filluar të vizitohet. Pra ajo perdja e hekurt që kishte rënë midis Gramscit dhe pjesës tjetër të Shqipërisë ra me rrugën e re, u bë lidhja shpejt dhe në ndërkohë për shumë njerëz që nuk e kishin marrë ndonjëherë rrugën deri këtu sepse dukej sikur ishte në fund botës, bukuritë e gjithë kësaj zone kanë filluar të zbulohen. Ajo që ne do të bëjmë është që të nxisim, mbështesim dhe të jemi në krah çdo kujt që do të dojë të investojë në këto territore kaq të bukura për të hapur dyert të tjera mikpritje. Dhe patjetër që edhe ato segmente që u përmendën rrugësh nuk janë të gjata, ju ka ardhur koha që dhe ato të përmbyllen dhe ne do t'i bëjmë edhe për një arsye tjetër, sepse nuk bëhet fjalë thjesht për të lehtësuar qarkullimin e banorëve që jetojnë në ato fshatra, po bëhet fjalë pikërisht për të nxitur më tej turizmin, për të nxitur më tej agroturizmin, për të nxitur më tej ekonominë përmes vënies në dispozicion të njerëzve të gjithë këtyre bukurive të jashtëzakonshme që ka Gramsci. Nga ana tjetër, nuk e di a e keni ndjekur, ne kemi ndërmarrë tani një hap tjetër shumë të rëndësishëm në rrugën e Shqipërisë 2030, që është hapi i rilindjes së industrisë tonë ushtarake. Dhe në Gramsci ka një histori, ka një traditë, ka edhe një mundësi. Dhe unë ju siguroj se ne do të vazhdojmë punën, kemi nisur të diskutojmë me kompani të ndryshme për disa pika të Shqipërisë, dhe një nga pikat ku ne duam të sjellim një kompani të madhe për të filluar prodhimin dhe për të punësuar me paga shumë të mira, shumë vajza dhe djemë që duan të qëndrojnë këtu, do ta bëjmë realitet më herët sa vonë. Por përtej të gjitha këtyre që e thash janë shumë të rëndësishme, ka diçka edhe më të rëndësishme në 11 maj, që ne të gjithë duhet jemi të vetëdijshëm dhe për cilën ne duhet bëjmë çdo përpjekje që sa më shumë njerëz përtej kufive të partive të na bashkohen. Ajo që e bën 11 majin një ditë historike, nuk është fakti që populli do shkojë në zgjedhje si në çdo 4 vjet. Çdo 4 vjet është shumë e rëndësishme që populli merr fjalën dhe shumë e rëndësishme që të gjitha palët vihen në gjykim dhe populli vendos se kush do të qeverisë, kush do të bëjë opozitë. Kjo është shumë të rëndësishme. Kjo është shumë të rëndësishme. Por ama në 11 maj, populli shqiptar do duhet marrë një vendim historik për diçka që nuk lidhet me 4 vitet e ardhshme, as me 4 vitet e shkuara. Për diçka që lidhet me historinë tonë dhe me të ardhmen tonë. Për diçka që lidhet me të parët tanë, dhe kur them të parën tanë, nuk kam parasysh prindrit apo gjyshrit tanë, po kam parasysh Gjergj Kastriotin, kam parasysh rilindasit tanë, kam parasysh Ismail Qemalin, kam parasysh të gjithë ata
që luftuan për një Shqipëri pjesë e Europës, jo e Azis, për një Shqipëri pjesë e perëndimit, jo e lindjes, për një Shqipëri ku shqiptarët që lindin dhe rriten mu në zëmër të këtij kontinenti të gëzojnë të njëjtin status. Mos jenë popull që trajtohet si një popull i dorës dytë, të mos trajtohen si të huaj, kur në ndërkohë ne jemi ndër popujt më të vjetër këtu në Europë. Dhe kjo na ka ardhur ne, fati e desh që të përputhen bashkë dëshira jonë dhe këmbgulja jonë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe dëshira dhe gatishmëria e Bashkimit Evropian për të na hapur derën në këtë moment. Duhet jemi të gjithë vetëdijshëm që dera e Bashkimit Evropian nuk rihapur. Dera e Bashkimit Evropian është dera e një shtëpie të madhe dhe të pasur, me 27 antarë brenda. Ata duhet merren vesh që të tërë, nuk ka aty shumica vendos, aty duhet të gjithë të jenë dakord, të 27 që kur dikush troket dera të hapet. Mund të rish duke trokitur me vite, me dekada dera të hapet. Sepse nuk mjafton që ti të duash, që ti t'jesh gati për të bërë pjesë e asaj familje, po duhet që ajo familje të jetë gati për të bërë ty pjesë të saj. Dhe ne sot jemi gati të bëhemi pjesë e asaj familje. Por lajmi i mirë është që ajo familje është gati të na bëjë pjesë të saj. Kjo nuk ka qenë e vërtet deri dje. Ata gjithmonë e thoshin, një ditë ju do vini, një ditë ju do jeni me ne, një ditë ne do jemi bashkë. Por ama, për gjithë ata ndër ju këtu që e ndjekin jetën politike, është shumë e qartë që për disa vite me radhë, në ndërkohë që qeveria e tyre, Komisioni Evropian, që ne na kontrollon, na monitoron, na analizon dhe na gjykon, ju thoshte, është gati Shqipëria, hapini negociatat, ata nuk ishin gati. Sepse dilte njëri atje që thoshte jo, dilte tjetri jo po prit, dhe nuk ishin gati. Tani, sot ne kemi në Tryez planin e dakordsuar me ta. 3 vjetë. Ka filluar vitin e shkuar, në 2024, dhe e ka fatin në 2027. 3 vjetë për të mbyllur negociatat dhe për të bërë marrëveshjen e antarësimit. Por ama duhet të gjithë ta dinë që negociatat me ta nuk janë një fjalë goje. Negociatat me ta janë mbi 250.000 faqe me rregulla, me masa, me kritere që duhen plotësuar, me standarde që duhen përmbushur, me vendime që duhen marrë, me ligje që duhen bërë. Ne ulemi, diskutojmë, bijem dakord, duhet vim këtu që ti marrim ato vendime, ti kalojmë ato ligje, ti përmbushim ato standarde. Se ata që na marrin dhe të na thonë ju jeni njësoj si ne, duhet binden që ne shtetin e kemi njësoj si ata. Dhe kjo kërkon çdo minut, jo çdo orë, por çdo minut deri në fund 2027-s që 1.000 njerëz që ne kemi angazhuar për këto negociata që shtrihen nga ekonomia dhe drejtësia deri te ujërat, te zogj, te peshqit, mjedisi e kështu me radhë, të mos ndalen as një minutë. Tani keni parasysh që ne të realizojmë këtë, ne duhet bëjmë diçka që s'ka bërë askush. 3 vjeçi që na është dhënë
është një afat dhe një hyrje e shpejt që si është dhënë askujt. Vetëm Shqipëria, nga të gjithë vendet komuniste, ka shansin ta përmbylli këtë histori në 3 vjet. Që do të thotë që nuk duhet humbim asnjë minutë. Tani ju dëgjoni me siguri të tjerë ose edhe midis jush mund të ketë njerëz që thonë po mirë tani, ç'është kjo histori? 3 mandate. Do hym në BE, do hym në BE, dhe nuk hym në BE. Tani si ka mundësi? Ç'a do ndryshoj që Partia Socialiste Edi Rama na thon duhet dhe një mandat i 4 që të hym në BE, dhe pse vetëm Partia Socialiste dhe Edi Rama? Bëhet kjo pyetja apo jo? Atëherë këtë pyetje e bëjnë ata që nuk e dinë se si funksionon procesi i integrimit dhe si funksionon ajo shtëpi dhe si hapet ajo derë. Dhe ka një shpjegim shumë thjesht. Nëse fakti që ne nuk kemi hyrë akoma në Bashkimin Evropian pas 3 mandatesh, do të ishte përgjegjësia jonë, atëherë si shpjegohet që Malizi i ka filluar negociatat përpara se sa ne të vinim në qeveri dhe nuk ka hyrë akoma në Bashkimin Evropian. Në 2012, kur ne ishim në buzë humnerës nën sundimin e dytë të bufit të Kënetës. Po Serbia, që i ka hapur negociatat në 2014, kur ne akoma s'kishim marrë statusin e kandidatit, pse nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian? Dhe Malizi dhe Serbia ishin yhy shumë përpara nesh. Ndërkohë që ne, kur filluam të shkojmë atje, na shikonin me tamam si ai njeriu që thot fol mbaro tani se s'kam kohë. As nuk na respekton dhe as nuk na beson të njeri, sepse reputacioni i Shqipërisë ishte për tokë. Dhe ju e dini shumë mirë këtë. Po Maqedonia, që ndroi dhe emrin, u bë Maqedoni e Veriut, kandidate që në 2005, pse nuk është futur në Bashkimin Evropian? Dhe si shpjegohet që sot ne që e nisëm nga fundi, jemi tek pragu i derës bashkë me Malin e Zi. Sepse ne kemi bërë eksaktësisht të gjitha ato që ata që dalin çdo natë në përpasqyrat e moçareve mediatike përpiqen të thonë se nuk ekzistojnë. Ne e kemi transformuar Shqipërinë. Ne Shqipërinë nga një vend i ulur në gjujë e kemi ngritur në këmbë, dhe nga një vend që se ahithte njëri syt, e kemi bërë një vend që i shef të tjerët në sy dhe e shohin në sy. Ne Shqipërinë nga një vend që turizmin e mbështeste tek patriotizmi i vëllezërve dhe motrave në Kosovë, apo në Maqedoni, apo në Malzi, që vinin këtu për pushime, jemi bërë jo vetëm një vend me 12 milion turist vitin e shkuar, por edhe një vend ku në 16 maj, 5 ditë mbas zgjedhjeve, do mblidhet tërë Europa këtu, në Tiranë, të gjithë udhëheqësit e kontinentit, jo vetëm në Bashkimin Evropian, po nga Britania në Turqi, nga Azerbajxhani në Portugali, nga Armenia në Norvegji, nga Zvicra në Ukrainë, të tërë të parët e këtyre vendeve do vinë aty te Skënderbeu. Si ndodhi kjo? Si ndodhi kjo? Ndodhi sepse ne i qëndruam besnik atyre që thamë. Ndodhi sepse ne u bëm e para forcë politike në historinë e Shqipërisë që vendosi atë që të tjerët kurrë nuk e bënë. Vendosi që pasi mori pushtetin, i dorëzoi drejtësisë shpatën
e ndëshkueshmërisë dhe ta pavarësoj pushtetin e drejtësisë nga pushteti i politikës. Që në 1912, kur u shpall shteti shqiptar, drejtësia varej nga qeveria dhe qeveria nga i pari qeverisë. Që në 1912, kur u bë shteti shqiptar dhe njëri pas tjetrit ndruan regjimet, u bë republik, pastaj u bë mbretëri, pastaj u bë diktaturë komuniste, pastaj u kthye në demokraci, shpata e drejtësisë qëndroi tek zyra e parit qeverisë. Te zyra ku jam unë sot, po ku nuk është më ajo shpatë, sepse atë shpatë ne ja dorëzuam drejtësisë. Kjo ndodhi sepse ju kujtohet se tani dalin këta kuat e kënetave, çdo natë në për ato frëngjit e televizorëve, edhe thonë, filloi Edi Rama prap, talla vaja, bufi, këneta, siç bënte përpara, timoni, tepsia. Po unë ju thosha në 2017-ën, më jepni timonin dhe më lini ta drejtoj të makinë pa të tjerë në prerë. Se me të tjerët në prerë nuk e bëjmë dot reformën në drejtësi, nuk e bëjmë dot drejtësinë e pavarur, nuk bëjmë dot një drejtësi që të godas majtas dhe djathtas e të shohi vetëm drejt. Për këtë e kërkoja timonin unë 2017, dhe mos harroni 2017 kur unë kërkova timonin, ishin ato zgjedhjet kur deri sekondën e fundit ata nuk doni të hyrin në zgjedhje, rrinë te çadra. Dhe çadrën e mbante hapur Luli, por ama punjat e çadrës i kishin të tjerët, bufi kënetës, bashkë me dikë tjetër që është në hallin e vetë dhe unë s'dua t'i përmenda emrin më. Dakor? Dhe sot, shikojni se çfarë mendje kanë. Ata, edhe ata tjerët që dalin në për media u thënqin, në për gjitha do moçalet mediatike, edhe që përpishen ti çorodisin shqiptarët, popullin shqiptar, duke u thënë, s'mund të votohen më këta. Këta e najdut. Këta kanë gjysmën e qeverisë në burg. E para punës njerë, keni parë ju hajdut që jo vetëm pranojnë, por edhe i dorëzojnë të gjitha kodet e shtëpisë drejtësisë. Nuk ka. Ne nuk kemi gjysmën e qeverisë në burg. Ne kemi disa të cilët gjatë 12 viteve, mandatën e parë, të dytit, fillim të tretit, kanë pasur role dhe kanë hasur në probleme me drejtësinë. Dhe për këtë, ne duhet ulim kokën, ne na vjen shumë keq, mua vjen shumë keq nga ana njerëzore, por ama nga ana e detyrimit që kam ndaj jush dhe ndaj çdo shqiptarit zakonshëm që më ka dhënë votën, unë jam shumë kryelart, sepse nuk ja kam marrë votën, për të bërë sikur po bëjmë drejtësi. Nuk ja kam marrë votën që me votën e tij dhe të asaj dhe të atyre që janë më shumë se sa gjysma e popullit shqiptar, të përdor drejtësinë për të goditur kundërshtarët, dhe kur vjen puna tek shtëpia jonë, e cila pastrohet, ripërtrihet, rinohet, duke ndryshuar gjakun, por edhe përmes drejtësisë, ne të bëjmë sikur s'kuptojmë.
Kështu që unë jam shumë krenar sepse për herë të parë në historinë e këtij vendi, barazia para ligjit nuk është parrull, por është përpjekje. Barazia para ligjit nuk është për ata që s'kanë gjëndor, por është në radhë parë për ata që kanë pushtet. Çfarë do lloj pushteti? Dhe nëse ka një arsye, një të vetme, që çdo shqiptar duhet votoj Partinë Socialiste, është pikërisht kjo për të cilën ata thonë se Partia Socialiste nuk u dash ka votuar. E për gjitha këto, ne jemi këtu tek pragu i Europës. Për gjitha këto, ne na beson Bashkimi Evropian. Për gjitha këto, ne na vlerëson Bashkimi Evropian. Për gjitha këto, ne na respekton Bashkimi Evropian. I kam bërë një pyetje të tjerëve, po ja u bëj dhe ju. E dini ju kush është Altin Dumani? E dini. Patjetër që e dini. Një prokuror me integritet, me kurajo edhe profesionalizëm, i cili drejton një strukturë që ka një mbështetje të madhe, sepse është një strukturë që me të gjithë metat që mund të ketë, se si jemi këtu për të diskutuar këto, po përpiqet të vendosi barazim para ligjit. Si po e bën me shpatën që i dorëzuam ne. Tani, argumenti është shumë i thjeshtë. Altin Dumani nuk është 20 vjeç. Nuk e di eksakt sa është, po prej shumë vitesh është prokuror. Ka qenë shumë kohë përpara prokuror. Ja kishte dëgjuar njëri emrin, jo. Unë vetë nuk e dija që ekzistonte një Altin Dumani. Ishte thirrur ndonjëherë ky njeri me integritet, ky njeri kurajos, ky prokuror profesionist, ndonjë politikan, thjesht për ta pyetur, e lëre më pastaj për ta çuar në gjykat. Asnjëherë. Pse? Sepse Altin Dumani dhe të gjithë prokurorët dhe gjykatësit e ndershëm ishin njerëz të qarmatosur. Nuk ishin ç'bënin fare. Sepse ata që sot na janë qepur mbrapa, se nuk janë përballë nesh ata. Ata janë shumë mbrapa nesh. Këneta me kuat dhe që duan të na parakalojnë duke i treguar popullit pralla që nuk i ha më njeri, ata jo shumë vite më parë pristin ditën për diell. Dhe kanë vrarë jo një herë, kanë vrarë disa herë, jo në të njëjtën kohë, po në kohë të ndryshme. Derisa arritën vranë 9 dritarët e kryeministrisë. E imagjinoni ju dot që sot të vriteshin protestues poshtë dritarës kryeministrisë, Altin Dumani të çonte letrën për të thirrur 3 drejtues policie për t'i marrë në pyetje, unë të përdorja policinë për t'i mbrojtur ata dhe të dilja në televizor dhe të thoja popullit, si që i tha bufi i Knetës, prokurore e përgjithshme është një lavire bulevardi. E parafytyroni dot ju këtë? Po pse nuk e parafytyroni dot? Pse nuk e parafytyroni? Kjo nuk ka ndodhur para 100 vjetësh. Kjo ka ndodhur kur ne kemi qenë këtu. Gjithë ata që janë këtu, miqtë e mi, shokët e mi, shoqe nga koha kur ishim në pozitë, e kemi parë me sytë tona, e kemi dëgjuar me veshët tanë. Eksaktësisht këtë që ju thash. Pse duket kjo sikur është një histori aq e largët, sa që dhe vetë bufi Knetës duket sikur s'ka lidhje me të histori. Sepse ne në këto 12 vjet kemi ndërtuar një Shqipëri tjetër. Kjo është një Shqipëri
që patjetër ka probleme. Kjo është një Shqipëri që patjetër ka akoma nevojë të dëgjoj edhe se do bëhet dhe kjo rruga do bëhet dhe ajo rruga. Kjo është një Shqipëri që patjetër ka nevojë të dëgjoj shumë gjëra që nëse ne do të kishim qenë në detyrë më parë, sot nuk do ishin probleme. Por në 12 vjet ne kemi bërë ato që nuk e ka bërë asnjë parti politike shqiptare më parë. E kemi marrë gjërat për së mbari. Se kur ne morëm detyrën këtu, gjysma e popullit inkurajohej të vidhte gjysmën tjetër. Dhe i gjithë populli ishte i zhytur në borxhe. Sot këto duken pa imagjinueshme. Imagjinoni ju sot që gjysma e Gramshit ja vjedhi dritat gjysmës tjetër? Se ekziston. Po sa nga këto mund të marrim si shembull plot? Dhe prandaj ne jemi te pragu i Bashkimit Evropian. Por ama dëgjoni këtu. Sot barazim para ligjit që Altin Dumani me disa prokurorë të tjerë po përpiqen që ta bëjnë realitet duke u mbështetur tek reforma që bëm ne, e garanton vetëm kjo forcë politike me mua në krye. Dhe për këtë nuk ka nevojë fare t'ju sjell prova, sepse bufi i kënetës, gjithë këneta, bashkë me gjithë bretkocat e mbrëmjes që ju bëjnë juve kua në përshpia, e thonë duhet përmbysur ajo drejtësi. E thonë do shkri spagun, thot bufi. Atëhere, si do bëni ju më të rinjë këtu, se unë me Dritanin kemi vetëm eksperiencën tonë dhe fuqinë për të luftuar që gjërat mos kthehen pas, por jeni ju më të rinj këtu që duhet dini që barazia para ligjit në këtë vend nuk i lihet as qeverisë, as të parit qeverisë që ta vendos, se nesër vjen një tjetër edhe e kthen prapë. Ka vetëm një mënyrë. Ka vetëm një mënyrë që asnjë shqiptar i zgjedhur nga ju në vitet dhe dekadat që vinë të mos spërdridhet më dhe të mos kthej kokën mbrapa për t'ju kthyer juve mbrapa. Shqipëria në Bashkimin Evropian. E futët Shqipërinë aty, nuk guxon më njeri këtu të bëj numra me barazim para ligjit. Ajo është e shenjtë për atë shtëpi dhe për atë familja. Ku parafituroheni, sot janë 27, parafituroheni çfarë mrekullie sikur ne të gjithë bashku në Gramshën në gjithë Shqipërinë, brenda kësaj dekade të festojmë hyrjen atje si antari i 28 apo 29, së bashku me Malnezi. Hyrja atje është garancia se liria individuale e asnjë shqiptari në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë nuk preket më. Hyrja atje është garancia se barazia para ligjit për çdo shqiptar brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë nuk preket më. Hyrja atje është garancia se nuk ka më brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Ose Shqipëria bëhet e madhe sa BE-ja, BE-ja bëhet e vogël sa Shqipëria. Ju keni të afërm, keni fëmijë, keni miq, shok në migracion dhe një pjesë e madhe në Greqi apo jo. I keni parë, i keni dëgjuar, ata që ikën të parët sot jetojnë prapë me ankth. Kanë një ankth shumë të madh. Ankthin e pensionit, sepse kanë punuar, kanë sakrifikuar shumë që fëmijët e tyre sot t'jenë ku e ku më mirë se që ishin ata kur vajtën me lecë trup, kur i thonë fjallës. Por nuk kanë pensionin të sigurt, njohjen e pensionit. Vinë këtu të shkretët
bëhet llogaria e pensionit, del pensioni i vogël fare, se nuk kanë kontribuar këtu me sigurinë shoqërore. Kanë kontribuar atje. Njoja e pensionit bëhet kur dy qeverit bien dakord ta bëjnë. Ne e bëm me Italinë pas shumë kohësh. Shqiptarët e Italisë tani më se kanë problem. Me Greqinë nuk është e lehtë, janë shumë. Qeveria greke, shteti grek, nuk është aq i fortë sa shteti italian. Kemi filluar, po do doj shumë kohë. Ama shikoni sa interesant. Fati e do që ta kemi në dorë vetë të punë. Mos presim fare ç'mendon e kur bie dakord qeveria greke. Dhe kur ta kemi në dorë në 11 maj, se në qoftë se ne krijojmë një shumicë që nuk ndalet, që do të thotë një shumicë që ato që bie dakord në Bruksel vjen, i bën ligje këtu, i bën vendime këtu, pa i shtrirë dorën e pa ju përullur e pa i kërkuar bufit kënetës e kush do jetë atje brenda, atëhere nuk ju duhet atyre fare, as atyre në Greqi, as një shqiptari, as ku në Bashkimin Evropian më, as një lloj pasaporte tjetër, përveç pasaportës shqiptare. Përveç pasaportës shqiptare. A e kuptoni se janë disa qyryk dhe i shqetësohen kur them unë. Po, unë se di se çfarë është tjetër dikush që midis BE-s dhe Kënetës shkon hidhet në Kënet, përveç se qyryk. Po janë disa që thonë ç'na duhet ne kemi pasaportën. Jo, ne kemi një dokument udhëtimi. Pasaporta europiane është dokumenti që i barazon në dignitet, i barazon në ligj dhe në zakon shqiptarët europian, me italianët europian, me grekët europian e me të gjithë. Dhe me pasaportën shqiptare, ti mund të rish në çdo shtet të Europës, ty të njihet e drejta e punës në çdo shtet të Europës, ti merr pensionin nga çdo shtet i Europës, ty të takon i njëjti sistem sigurimesh shëndetësore si çdo banor i Europës, dhe madje me pasaportën shqiptare, ti mund të zgjidhesh nëse merr votat e shqiptarëve atje, po dhe të tjerëve, antar i Këshillit Bashkiak, kryetar bashkie, deri dhe deputet në Parlamentin Evropian. Si gjithë tjerët. Tani, në 11 maj, shqiptarët duhet të zgjedhin e të marrin. O, me interesin kombëtar, zëdhënës dhe zbatues të profecisë së Skënderbeut dhe të amanetit të rilindasve të gjithë atyre që i pasuan, o me hallin e një njeriu të vetëm. Një 80 vjeçar që të vazhdon të kërkoj të bëj çorap Shqipërinë. O bashkë për të mirën e përbashkët të gjithë fëmijëve tanë, socialistë dhe demokrat, o të ndarë për interesin e një familje të vetë. Një të vetë. Ose me Shqipërinë, me BE-n në Europë, një herë për gjithmonë, o me Kënetën në grop edhe një herë nga e para. Kjo është zgjedhja 11 maj. Dhe atyre që janë demokrat, ju them, je demokrat në Sulov, për shumë mirë. Qarë kërkon në Sulov? I s'do t'ikësh në Tiranë, nuk do të bësh deputet, nuk ke probleme me spakun, nuk të ka bërë ndonjë nder askush. Por ty, jeta jote mund të marrë një kuptim tjetër. Nëse Shqipëria bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe Sulova bëhet një fshat i Europës.
Pse? Sepse nëse deri më sot ne në gjithë këto vite nga Bashkimi Evropian kemi marrë për gjithë Shqipërinë mbështetje për bujqësinë, për fshatin, për të tëra shumë më pak se 200 milion euro dhe s'kemi pas mundësi të vim deri te ti atje, fermeri Demokrati Sulovës, bashkë me votën tënde, me hyrjen në Bashkimin Evropian, ne marrim 300 milion euro në vit dhe është shumë më e mundur që dhe Sulova të marrë pjesën e vetë nga kjo mbështetje. Prindër demokrat me fëmijë 14, 15, 13, 12 vjeç që të vënë në diskutim ati japin fëmijëve tyre pasaportën europiane apo të hedhin në kënet votën e tyre, unë nuk e di se si mundet ta vënë diskutim të gjë. Dhe nëse thonë që shiko, ne me Europën jemi, po jo me Edi Ramën e Partinë Socialiste, ata duhet ta dinë që vetëm Partia Socialiste me mua në krye e bën realitet tani Europën dhe bën të mundur që dera mos mbyllet. Askush tjetër. Dhe si kundër shumë socialistë dhe Britania, si kundër shumë socialistë në 92 në mars votuan Partinë Demokratike. Të majtë ishin po votuan se votuan për të mbyllur kapakun e një historie dhe për të hapur një kapak të ri, sepse s'kishte një zgjedhje tjetër. Partia Demokratike ishte aty në kohën dhe në vendin e dur, ashtu tani demokratët duhet të vinë bashkë me ne, të mbyllin undën, të votojnë Partinë Socialiste. Pse ta mbyllin undën? Se mbase nuk na e durojnë dot erën. Por në fakt duke mbyllur undën, nuk do t'ju duket parfum era e kënetës. Shumë faleminderit. Off life. Oh, na na na. Yeah. Gjithë bashku doja dalim për një qëllim, sa shumë sfida ke kaluti. O vendim, ne jemi, që po ne këtu do jemi. Sa t'ke tane, sa t'ke tjel, sa t'ke toke, sa t'ke qel. Shiko, si jemi bo, ku jemi sot, Shqipni, mojnona në, maj mira bo, beso, pasha këtë qel, pasha këtë tok, bashk për një qëllim, në euro, e për familje, si Shqipnia s'ka si ven, jemi rritje e sipër, luma i që ka men,